Pejtë datës 28 shkurtë, deri me ditën e djeshme me 10 mars, I kemi një dallim pej 35 cent të çmimit furnizimit, domethënë çmimit të importit, përfshirë gjitha taksat që ka hyrë në territorin e Republikës Kosovës. Me datën 28 shkurt, çmimi mesatar I importit për litër të naftës në Republikën e Kosovës ka qenë €1 kurse dje ka qenë €1.45. Domethënë është një diferencë prej 35 centëve në litër që ka ndikuar në rritjen e çmimit. Ndërkohë pasaj në treg në shitje me pakicë, cila është çmimi? Po tash në kushte normale, shitja me pakicë, maksimumi do të ishte 12 cent mbi këtë bazë të çmimit të importit që ka hyrë në Kosovë. Nëse e morëm ditën e djeshme, kur çmimi I importit me gjitha taksat ka qenë €1.45, sot çmimi në të gjitha pikat e derivateve të shitjes me pakicë në Republikën e Kosovës ka mund të jetë maksimum €1.57. Në Kosovë është një inflacion I cili, siç ka raporti I fundit zyrtar, shkon deri në 6%. Autoriteti I konkurrencës në bazë të mandatit të tij ligjor vazhdimisht merret me monitorim tregut, me hetime administrative dhe me analiza sektoriale. Por autoritetin është shumë e rëndësishme që në këtë kohë ta trajtojë me prioritet çështjen e derivateve, që kemi temë aktuale në gjithë vendin, çështjen e shportës bazike të konsumatorit, çështjen e energjisë vetëreze të tjera të cilat e prekun shportën bazike apo kanë impakt të drejtë për drejtë tek xhepi I qytetarit. Momentalisht, me përgjithësi të plot mujmë me thonë, që këto çmime janë edhe çmime të cilat janë çmime të importuara në Kosovë. Pra shkaktari është importi. Për shkak të importit. Fatkeqësisht, importi I lartë, deficiti tregtar që mbizotron në vendin tonë, është baza kryesore e rritjes çmimeve në Republikën e Kosovës, që realisht edhe është thujse shumë e vështirë që me mbajt në kontroll për shkak se në kushtet e një ekonomie tregut lirë. Oferta dhe kërkesa I përcaktojnë çmimet. Kur çmimi I bazë I importit është shumë I lartë, secila ndërmarrje ekonomike detyrohet që mbi atë kosto ta ketë një marrë të fitimit për mbulimin e shpenzimeve operative. Megjithatë për këto produkte nuk ka marrë caktuar të fitimit, apo ka? Për këto produkte nuk ka marrë saktuar të fitimit. Andaj manipulimi mund të jetë më I lehtë. Andaj edhe manipulimi mund të jetë më I lehtë, po prandaj edhe ekzistojnë agjencionet pavarure të cilat I monitorojnë këto tregje dhe bëjnë hetime administrative, në këtë rast siç jemi ne autoriteti I konkurrencës. Dhe aktualisht mund të flasim me emra caktuar ose për produkte caktuara të cilat janë në hetim nga ana autoritetit për lëvizje të çmimeve të produkteve ushqimore apo jo? Po, e kemi një shport bazike të konsumatorit, për 21 produkteve siç janë buka, vaj ushqimor dhe elementet e tjera shportës bazike të cilat jemi duke I monitoruar dhe duke bërë një analizë sektoriale që ne I quajmë. Energjia elektrike ka qenë pjesë e monitorimit. Te ky rast është edhe një rregullator siç është ZRI-ja, cila merret me këtë çështje.